Miq, jemi në stadiumin Nikodovana të qytetit të Durrësit, aty ku pritet të fillojë ndeshja finale e kategorisë së dytë midis skuadrës së Beslidjes dhe skuadrës së Orikut, ndeshje e cila ka vlerë për shpalljen e ekipit kampion të kategorisë së dytë. Ndërkohë që duhet theksuar fakti se të dyja skuadrat vinë si kampion e grupeve të tyre. Beslidja në grupin A, që ka siguruar 2 javë përpara përfundimit të kampionatit, ndërsa Oriku e siguroi ndeshjen e fundit të përballen me Butrintin. Kemi rrugtuar nga Lezhë me një grup gazetarësh së bashku me mikun tim të hershëm Agustin Marini për të dhënë mundësi shikuesve dhe dashamirësve të futbollit në Lezhë dhe jo vetëm, por na është thënë dhe na është privuar e drejta e transmetimit të drejtë për drejtë të kësaj ndeshje me pretekstin se do ta transmetojë një stacion i Federatës Shqiptare të Futbollit. Dhe absolutisht ne nuk jemi këtu për të bërë konkurrencë ose për të thyer rregullat, jemi të detyruar, si të thuash, të zbatojmë rregullat, por ne do të njohim her pas here me çka ndodh në këtë ndeshje dhe natyrisht do të ketë një speciale në përfundim të ndeshjes për dashamirët e shumë që na ndjekin përmes këtij kanali. Ndërkohë që ka rrugtuar bashkë me ne edhe një staf i zgjeruar i Star Plusit të Shkodrës, por edhe ata kanë patur të njëjtën përgjigje siç kemi patur ne, dhe kështu që edhe shikuesit e televizionit Star Plusit nuk do të kenë mundësi ta ndjekin këtë ndeshje drejt për drejt ashtu siç kanë ndjekur të gjitha ndeshjet e skuadrës së Beslidjes në të gjitha stadiumet e Shqipërisë, pra brenda në Lezhë ashtu edhe jashtë. Ndërkohë që janë pozicionuar skuadrat në fushë, skuadra e Beslidjes është e vendosur në anën veriore të stadiumit Nikodovana, ndërsa skuadra e Orikut është vendosur në anën perëndimore të këtij stadiumi. Duhet theksuar se masat janë shumë të rrepta, ndërkohë që dëgjohen ovacionet e tifozërisë së shumtë, e cila është më e madhe në numër se sa tifozëria e Orikut që ka ndarë nga Leza për të ndjekur këtë ndeshje të rëndësishme, do thoja, për skuadrën e Beslidjes dhe të Orikut. Duhet theksuar fakti se skuadra lezhane synon suksesin e tretë në këtë ndeshje, pasi suksesin e parë dhe më të rëndësishmin e ka arritur pasi ka dalë në kategorinë e parë dhe sukses të cilën e ka arritur 2 javë para përfundimit të kampionatit. Ndërkohë që është dhe kampionate e grupit, është fituese e grupit A, pra kampione e grupit A, ashtu sikur se edhe Oriku nga grupi B, dhe kjo ndeshje ka petkun e finales për të shpallur ekipin kampion të kategorisë dytë. Ndërkohë që bëjmë me dije formacionet e dyja skuadrave, skuadra e Beslidjes luan në Port Myrta, pastaj vinë me radhë Temja, Raboshta, Marku, Kruja, Ramili, Bega, Hila, Gurbanov, Gjobe dhe Akansase. Trajneri i skuadrës Beslidjes është shkodrani i mirënjohur Elvis Plori, ndërsa skuadra mike e Orikut luan me Bunkoev, Disha, Dalanaj, Rodrigos, Lojaj, Metani, Gjinaj, Nutskop, Mezani, Zholi dhe Buxhelaj. Trajneri i skuadrës së Orikut është Sherif Idrizaj. Ndërkohë që kapiteni i skuadrës së Beslidjes është Jasmin Raboshta, gërshënuesi më i mirë i kategorisë së dytë deri tani të paktën, dhe kapiteni i skuadrës së Orikut është Julian Gjinaj me numrin 24, ndërsa Jasmin Raboshta ka numrin 9, ndërkohë që duke shfletuar statistikat e përballjeve të këtyre skuadrave ndër vite, ajo që vihet re është fakti se ka një përballje të pakët midis tyre dhe janë ndeshur këto vitet e fundit, dhe këto statistika arritëm të gjenim
janë ndeshur 6 herë ndërmjet tyre skuadrat e Beslidhjes dhe Orikut, për të cilave 3 herë ka fituar Oriku dhe 2 herë ka fituar Beslidhja, ndërkohë një ndeshje ka përfunduar në barazim. Në vitin 2003, Oriku ka fituar 1-0, në 2002 Beslidhja ka fituar 1-0, në 2001 Oriku ka fituar 2-0, e kështu me radhë ka filluar topi i parë është shkelmuar nga skuadra e Beslidhjes. Luhet në Nikodovana në një ambient dhe shumë komod do të thoja për të dyja skuadrat. Është një ndeshje që ka vlera. Beslidhja vjen këtu me historinë e saj, me traditën e saj, ndërsa skuadra e Orikut vjen me grindën e saj, do të thoja, një ekip që ka lënë gjurmë në grupin B, ndërkohë që është një top nga krahu i majt, i mbrojtjes së Orikut tash i Kruja, ka pasuar në sulm për Hilën, gjithë Hila ka harkuar brenda zonës, moment i vështirë. Ka humbur skuadra e Beslidhjes, një moment shumë të pastër, pra është minuta e 3. Një aksion i bukur i Beslidhjes me protagonist Kruin, pastaj Raboshta, pastaj Hila, dhe topi u harkuar mjaft mirë brenda zonës, por ka gabuar njëri prej lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes, ka qenë pikërisht sulmuesi i krahut të majt, ose lojtari që u ndodh në anën e majt të sulmit të Beslidhjes, Gurbanov, dhe topi ka kaluar në mbi traun e trekanshit të majt të portierit të skuadrës Orikut, Bunkoev. Raboshta ka ndërhyrë aty Hila dhe topi është jashtë vijave kufizuese të fushës, ndërkohë që ka filluar e shpejt loja dhe skuadrat po luajnë me mjaft kujdes. Hila, Akansasa, Hila, Raboshta, to brenda zonës për Akansasën, ka dalë portieri, i cili nuk e zotroi mirë topin, por mbrojtësi i ndodhur fare pranë, i ka ardhur në ndihmë është aty kapiteni i skuadrës Orikut, Gjinaj, me numër 24, që ka ndërhyrë dhe ka larguar rrezikun në portën e tij, është me zotrim të topit në këto momente, ka kthyer paksa mrapa, topi drejt portës dhe momenti vështirë. Përpaksa skuadra e Orikut nuk ka shënuar autogol. Megjithatë kemi një vështrim të gjyqtarit kryesor, nuk e di çfarë ka ndodhur në zonë. Të shohim. Ishte një top i kthyer prapa dhe me shumë vështirësi portieri i skuadrës Orikut, Bunkoev, grumbull lojtarësh në zonën e rrëptësisë së skuadrës së Orikut. Të shohim dhe nuk po marrim vesh çfarë ka ndodhur. Kemi gjyqtarin kryesor, që duhet parë dhanë formacionet e dyja skuadrave, të cilët na u vunë në dispozicion, por nuk kemi mundur akoma
zonës skuadrës së Orikut do t'jetë një goditje është në vijën e zonës së 5 metrëshit të portierit. Është vendosur një mur i ngjeshur në portën e skuadrës së Orikut. Sa duket do t'jetë një goditje dënimi e cila do të vazhdojë me 2 takime sipas rregulloresh të shohim se çfarë, sepse për të qenë të sinqert ka qenë një kthim prapa mbase portieri ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar. Ka protesta dhe është përsëritur goditja e dënimit pasi ka lëvizje të murit. Topi u ekzekutua me 2 takime ashtu siç e parashikon rregullorja, por sa duket muri ka lëvizur para kohe dhe është përsëritur goditja e shtila pranë topit. Ka gjutur me shumë forcë Krunja, pastaj ja kanë sasë dhe kalon ky moment në portën e skuadrës Orikut. Regjistrohet minuta e 5. Ka një ndërhyrje të gabuar të Ramillit. Rivënja nësore. Mos na kaloni në gjomë. Aksioni skuadrës Bestides në krau i majtjes sulmit është topi kthyer prapa dhe 1-0. Jo, është pozicion njështroje. Gjyqtari Ansor ka ngritur flamurin përpara se sa topi të goditej në rrjet, kështu që është i parregullt ky gol. Kanë sa ndosë që aksionin topin ardhur nga krau i majt, gjujti mjaft mirë, pa ndaluar topin, por ndërhyrja e gjyqtarit kryesor Dishani pasi ka marrë sinjalizim nga Ansori, i parë Zogu e
ka anulluar këtë gol të skuadrës Beslidhjes. Ndërhyn Ramilli me kokë e ka larguar përditëdnimin në favor të skuadrës Beslidhjes, është ndërhyrë në mënyrë të parregullt ndaj kapitenit Raboshta. Gruja ka pasuar për tek ndërhyrë një mbrojtës të skuadrës së Orikut me tepër forcë, ka larguar topin. Duhet të theksuar se skuadra Orikut është një skuadër që luan shpejt, të kundërzbret rrezikshëm, është kthyer disi aksionit tyre, topi është kthyer prapa, ndërkohë që të dy trajnerët japin udhëzimet e tyre, kanë dalë nga bankina dhe janë në këmbë duke udhëzuar lojtarët e skuadrave respektive për të zbatuar 1-1 detyrat. Është ndryrë e gabuar në dëmtim të një lojtari të Orikut dhe gjyqtari ka akorduar goditje dënimi. Sa duket të shohim është numri 4 Disha, Roland Disha, i cili është ngritur dhe ka vazhduar lojën. Fika e me këtë vjeç që Orikut. Dole. Që të t'ingi është? Të teqë. Hila, krahun e majt për skuadrën e Beslidhjes. Ka fituar një lëvënie anësore skuadra e Beslidhjes në krahun e majt të sulmit të saj, që vazhdon aksionin, është akansase, por ja kanë marrë topin, kanë ndërhyrë kapiteni i skuadrës Gjinaj. Ndërhyrje e pastër. E nis kështu një aksion i shpejt i skuadrës së Orikut, është tërhequr paksa prapa e topi tek kapiteni, ky e ka kthyer. Më falni, jo tek kapiteni, ishte tek numri 4 Disha, i cili e kthej tek portieri. Tani nis një aksion i skuadrës së Orikut, por ka ndërhyrë aty mbrojtësi i skuadrës së Beslidhjes, aksion i shpejt i skuadrës së Beslidhjes. Hila nga krahu i djathtë ka rrëshqitur dhe ka humbur njëkohësisht edhe topin. Të shohim, sa duket ka ndonjë tërheqje dhe luhet fair play nga lojtarët e Orikut, e nxjerrin topin jashtë loje për të ja kthejnë këtë veprim edhe lojtarët e skuadrës së Beslidhjes. Kush janë gjyqtarët? Ne vëdi. Kiftu. Nis Dishani. Ndërkohë që bëjmë me dije edhe trupën gjyqësore të kësaj ndeshje është një trup mikse me kryesore Nis Dishanin nga Elbasani. Asistenti parë është Ronaldo Zogu, po nga Elbasani. Asistenti dytë Ronaldo Jahja nga Elbasani.
Arbitri 4 është Andi Koçi nga Tursi, delegat i Federatës Shqiptare të Futbollit. Është Endi Hyka nga Tirana. Kemi një goditje dënimi nga krahu i majt në mes të vijës së 16 metrëshit dhe vijës së mesit fushës për skuadrën e Beslidhjes. Është Kruja, e ka harkuar me tepër forcë, ka dal jashtë vinjave kufizuese, sa duket kemi goditje nga këndi. E para goditja nga këndi është i përhershmi Kruja, cili shkon dhe merr topin vet për ta vendosur tek këndi, aty ku do të shkelmohet më pas. Ka një tërheqje vëmendje nga ana e gjyqtarit për disa futbollistë të skuadrës së Rikut. Kruja është tërhequr në distancë vrulli, pritet vëshkëllima e Dishanit. Kruja ka harkuar brenda zonës, ka kërcyer njëri prej mbrojtësve, ka larguar. Gurbanov, hila. Gjithë një hila, po ka ndërhyrë aty mbrojtës. Rivënja nësore për Beslidhjen. Jemi në minutën e 18 të takimit. Rezultati vazhdon të jetë i barabartë 0-0. Kemi vëshkëllima dhe ovacione nga shkallët e stadiumit. Më agresiv do të thoja duken tifozëria e skuadrës së Rikut, ndërsa tifozëria lezhjane është më e qetë në qëndrimet e saj, aksion i shpejt, akansase, në krahun e djathtë gjithë një akansase. Me topin zotërim ka kthyer topin prapa për tek Gurbanov. Kruja. Ramili ka gjuajtur dhe njëri prej lojtarëve, Ramile, ka prekur topin me dorë. Topin e goditur për njërit prej mbrojtësave të skuadrës. Ishte hila, ishte numri 22 Bega, që shkaktoi këtë goditje dënimi. Pastaj topi ka shkuar tek portieri dhe i cili ka vendosur për ta goditur një lojtar i tij. Pastaj topi përsëri tek portieri i skuadrës së Rikut, e ka goditur me tepër forcë, po ndërhyn një mbrojtës i skuadrës Beslidhjes. Është tani Raboshta. Kruja, por rivënja nësore në krahun e djathtë të mesit fushës. Ramili ka gabuar në rivënje nësore. Bega, hila, i top mjaft i bukur dhe 1-0. Skuadra lezhjane ka kaluar në avantazh. Ishte një aksion do të thoja mjeshtror. Mjeshtror është Gurbanov. Gurbanov në numër 33 ka shënuar. Jemi në minutën e
20 dhe shpërthim i tifozërisë së zjarrt të Lezhës dhe Beslidja që prej minutës së 20 udhëheq me rezultatin 1-0. Kurbanov ishte një aksion vërtet model, një aksion me shumë pasime dhe eksperienca do të thoja lojtarëve me grind si Hila, Raboshta, Akansase, Kruja. Ishte një aksion model do të thoja nga mënyra e realizimit dhe mënyra e ekzekutimit golit, pra që prej minutës së 20 skuadra e Beslidjes udhëheq me rezultatin 1-0. Me të drejtë tifozëria lezhjane ka shpërthyer novacione të forta, duke përkrahur ekipin e tyre të zemrës, ndërkohë që ka heshtje tek tifozëria e skuadrës së Orikut, e cila, siç e tham edhe në transmetimin e mëparshëm, ishin, do të thoja, më të zjarrt, më në thirrje, në ndoshta edhe disa etiketime jashtë normave të lejuara, por gjithsesi futbolli është ky dhe në një farë mënyre disa gjëra dhe mund të kapërcehen, por jo në atë shkallë sa për të kaluar në ofendime apo në fyrje, gjë cila tani për hir të realitetit nuk po vazhdon më, pasi sa duket është shënimi i golit nga ana e Beslidjes që ka vendosur edhe qetësinë tek tifozëria e skuadrës së lezhjane. Ishte dëmtuar një lojtar i skuadrës së Beslidjes, ndërkohë që evidentoi faktin se së bashku me mua është edhe kolegu im Abdullah Dushku, i cili ka ardhur të ndjek të ndeshje. Abdullah Dushku është nga ata komentatorë që nuk përton të lëviz pothuajse në gjithë stadiumet e futbollit nëpër Shqipëri dhe natyrisht ka dalur dhe na ka mirëpritur në stadiumin Niko Dovana të Durrësit dhe po ndjek me interes ndeshjen. Tani kemi po bëjmë këtë transmetim për të mundësuar që tifozëria lezhjane dhe jo vetëm të ketë informacion, ndërkohë që e thash në krye të herës, Beslidja me këtë finale, me këtë ndeshje synon rezultatin ose suksesin e tretë. Pra suksesin e parë e ka arritur 2 javë para përfundimit të kampionatit, pra teksa ka dalë në kategorinë e parë, pastaj në ndeshjen e fundit në Kuçov përballë Naftarit u shpall dhe kampione e kategorisë grupit tanë, kategorisë dytë. E ndërkohë këtë ndeshje luan vetëm për një rezultat, luan për të fituar dhe këtë trofe të rëndësishëm e për të shpallur kampione e kategorisë së dytë. Ndërkohë që teksa vëzhguam disa statistika, rezulton se këto 2 skuadra janë përballur me një kartoni verdh për numrin 8 të skuadrës së Orikut në minutën e 25. Pra ka nervozizëm, sa duket psimi i golit ka shkaktuar nervozizëm tek lojtarët e skuadrës Orikut. Suksesin e dytë Beslidja, pra pas daljes, sigurimit të daljes në kategorinë e parë, e arriti duke qenë në krye të grupit A, pra duke u shpallur kampione e këtij grupi dhe synon ta
fitoj këtë ndeshje dhe të shpallet kampione e kategorisë 2, ndërkohë që duke ju referuar statistikave, rezulton se në vitet e fundit, të paktën që prej vitit 2000 e në vijim, të dy skuadra janë ndeshur me njëra tjetrën ose janë përballur 6 herë. Pra në 6 ndeshje rezulton se skuadra e Rikut ka fituar 3 herë ndaj skuadrës Beslidhjes, skuadra e Beslidhjes ka fituar 2 herë dhe një ndeshje ka dalë në barazim. Ajo çfarë vihet re në këto përballja është se ndeshjet kanë qenë me rezultate minimale dhe janë, me fjalë, nuk mund të themi se ka diferenca pavarësisht se Oriku ka një ndeshje të fituar më shumë, por është një balancë drejt me fjalë të dyja skuadrat janë të barabarta dhe kjo ndeshje deri në këto momente po thiqet me rezultate 1-0 nga skuadra e Beslidhjes, e cila kryeson me rezultate 1-0 me gol të shënuar nga Gurbanov në minutën e 20 pas një aksioni model, do të thoja, me protagonist arkitektët e skuadrës së Beslidhjes, Kruja, Raboshta dhe Hila. Është me të vërtet një grup lojtarësh që ta ka ënda ti komentosh dhe është luks për çdo skuadër për t'i patur, por s'duhet harrojmë këtu edhe vlerat e padiskutuara të Kansasës dhe Gurbanov dhe të gjithë ekipit të Beslidhjes, ndërkohë që ka rënë si ritmi i skuadrës Orikut, e cila nisi paksa drullshëm, por tashmë për skuadra Lezhane që e ka topin nën kontroll, Raboshta nga krahu i djathtë për lëvizje mashtruese, rivënie anësore për Beslidhjen. 25 minuta lojë, Beslidhja 1 dhe Oriku 0, me gol të shënuar në minutën e 20 nga Gurbanov. Një gol i realizuar e ripërsëris me të vërtet në një aksion model, topi pasuar i luajtur me shumë pasime, Gurbanov autori golit, por sa duket gjyqtari anësor ka parë topi gjatë goditjes ka marrur hark dhe ka dalur jashtë vinjës fundore, e gjyqtari ka qenë fare pranë dhe ka vënë re një gjë të tillë. Mbrojtësi i skuadrës së Rikut me numër 4 Bisha ka gabuar dhe Rabosha në të pasim ishte në pozicion të volitshëm Hila. Në fakt aty ishte nisur topi, por ka ndërhyrë me shumë saksi njëri prej mbrojtjes të skuadrës së Rikut. Kansase pastaj gjobe në mesin e fushës, është kthyer topi prapa Temja. Marku Antonio Marku, mbrojtësi i krahut të majt, një lojtar i ardhur tek skuadra e Beslidhjes këtë sezon, e ka topin në zotërim, një mbrojtës mjaft energjik, një mbrojtës që për post detyrës kryesore hera herës del edhe në sulm dhe paraqet mjaft rrezikshmëri në kërcimet e larta dhe goditjet e topit me kokë. Një lojtar toja me grind, një lojtar mjaft i domosdoshëm që ka një kontribut, ashtu si dhe të tjerët, ka një kontribut të spikatur në këtë sezon, e ndjek topin derisa sigurohet që molla ta zotroj. Portieri Molla ka pasur për tek Marku, i cili e ka dërguar për tek Hila, gjithë një Hila. Topi është kthyer përsëri prapa për tek mbrojtësi Marku, mbrojtësi krahut me Gurbanov, autori i golit
deri në këto momente ka një ndërhyrje të topi ka dalë jashtë vijës kufizuesi rivën janësore për Orikun, e cili e kthen prapa. Është aty numri 8 Rodrigos Oliveira. Është Metani dhe pastaj Llojaj. Topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë në rivënje anësore në futbollistët e skuadrës Beslidjes. Ka rënë furia dhe entuziazmi i tifozërisë Orikut. Akansase me fintet deshit pasoi për tek Raboshta, por Bisha e ka kuptuar veprimin e tij dhe tani përqafohen me Akansasen. Fair play vërtet. Pra topi në krahun e djathtë të sulmit është dërguar në qendër, ka ndërhyrë me shpejtësi Gjobe. E nis një aksion i shpejt i skuadrës së Beslidjes, nga krahu i majt ka harkuar Kruja, është top mjaft i gjatë, pa mundur ta zotroj. Ishte kërkon ndjes njëri për lojtarëve të skuadrës Beslidjes, sa duket ai që nisi topin, ishte top, ideja ishte shumë e bukur, por një aksion i shpejt i skuadrës Orikut duhet evidentuar fakti se skuadra e Orikut luan shumë shpejt me kundërzbritjen e shpejt. Pra është, do të thoja, një model loje e skuadrës së luftëtarit të kohës Brahos, por këtë skem sa duket lojtarët e mbrojtjes së skuadrës së Beslidjes e kanë kuptuar dhe luajnë shumë të kujdesshëm në mbrojtje, duke i markuar lojtarët e skuadrës së Orikut që në nisje të aksioneve të tyre, dhe deri tani duhet thënë që mbrojtja e skuadrës së Beslidjes ka dalë fituese ndaj sulmeve dhe lojtarëve të skuadrës së Orikut dhe është numri 8 Rodrigos, një lojtar mjaft teknik, e përdor topin mjaft mirë. Ka një karton i verdh për të shohim jemi larg, po Marku është ndëshkuar me karton të verdh në minutën e 35. Antonio Marku, karton i verdh në rryrje e gabuar, sipas gjyqtarit kryesor Enis Dishani. Barazohet numri i kartonëve të verdh, pra është ndëshkuar me karton të verdh në minutën e 25 Rodriguez, dhe 10 minuta më vonë, pikërisht minutën e 35, është lojtari Lezhjan Marku që ndëshkohet, ndërkohë që ajo çfarë është më e rëndësishme, udhëheq Beslidja me rezultatin 1-0 me gol të shënuar në minutën e 20 nga Gurbanov. Një gol të cilin e kemi komentuar disa herë dhe nuk po e përsërisim. Është gol që jemi pranë meje ka ardhur kolegu im Abdullah Dushku, do të donim kolegu dhe miku im Abdullah një koment rreth lojës deri në këto minuta. Si qivet skuadra Lezhjane është dominuese në gjatë gjithë këtyre minutave, dhe s'kishte mundësi për të qëndruar dhe më shumë gola se ai që shndoi Gurbanov.
Kështu që mund të them se skuadra Lezhane ka treguar edhe në grupin e saj 61 gole të shënuar, do të thotë që është një skuadër impresive që kërkon golin dhe arrin edhe të shënuar Kemi një moment shumë të rrezikshëm në portën e skuadrës së Beslidjes dhe përpaksa skuadra e Orikut ka barazuar, ndërkohë që kolegu im Dushku vazhdonte të komentonte, e ndërprem bisedën me te. Pra ju zoti Dushku do të thoni që Beslidja ka sulm agresiv, edhe në fakt ashtu është, dhe arriti shënoj, por unë do të thoj që është ende herët për të thënë se jo vetëm kaq, por grupi i Veriut ka qenë grup më i fortë se sa grupi i Orikumit. Megjithatë Orikumi duhet përgëzuar për arsye sepse kanë qenë skuadra të superiores, siç është Byrys, Partizani, që janë skuadra të superiores që aktivizonin dhe lojtarë të kategorisë superiore. Prandaj po them që edhe Orikumi ka bërë mirë. Po, mund të them se kjo finale do të shkojë në favor të Beslidjes. Ne do të kemi mundësi të kontaktojmë përsëri gjatë lojës, do të përcjellim këtë moment pas momenti, të falenderoj për komentin. Ju do të falenderoj ju. Ishte kënaqësi komunikimi bashkë, miku dhe kolegu im Abdullah Dushku, aksioni skuadrës Beslidjes, pra komentatori i Radio Tiranës, Abdullah Dushku ka dhënë opinionet e tij dhe i ka thënë që ashtu siç pa nisur nga fakti nuk është ekipa i Lezhës, nuk është ekipa. Ata me barë të goja. Kemi çfarë nuk e rëndësishme është fakti që po ndjek të takim edhe zoti presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armando Duka, i cili ka ardhur të ndjek të ndeshje, siç po ndjekin edhe kryetari i Bashkisë Lezhë, zoti Pirin Ndreu, presidenti i skuadrës së Beslidjes, zoti Pirin Fushaj. Pra, prezenca e presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit i arrit rëndësinë dhe vlerën kësaj ndeshje dhe dëshmi e interesit që Federata Shqiptare e Futbollit ka, dhe personalisht zoti Duka ka për zhvillimin e futbollit në të gjithë Republikën e Shqipërisë, dhe është vërtet një vlerësim dhe një ngjarje që duhet shënuar, pra prezenca e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka. Në këto momente sapo e konstatova një gjë të tillë, e transmetova për të interesuarit, ka një goditje dënimi në të shohim, kemi një lojtar të dëmtuar. Kujtohen tifozëria e një goditje dënimi rreth 20 metra, pak në të majt të harkut të zonës e 16 metrëshit, ose në të djathtë të portës portierit të skuadrës së Beslidjes Molla, i cili ka orientuar vendosjen e murit, është në goditje numri 7 Dalanaj, Aleksandar Dalanaj, i cili ka gjujtur, por
gjujtja nuk ka histori. Ka gjujtur dhe topi ka kaluar shumë disa metra mbi traversën e portës së mbrojtur nga ana e portierit Molla. Pra jemi në minutën e 40 të takimit Beslidhja 1 dhe Oriku 0 me gol të shënuar në minutën e 20 nga Gurbanov. Aksioni skuadrës Orikut, numri 11 është me topin zotrim Metani, gjithë një Metani ka pasur shkurtësi për numrin 44 Zholi, gjithë një Zholi, por ka ndërhyrë aty Gjobe dhe goditje nga këndi. Për skuadrën e Orikut barazohen goditjet nga këndi, pra një goditje nga këndi për skuadrën e Beslidhjes dhe një goditje nga këndi nga krahu i majti sulmit të skuadrës Orikut. Është të shohim njëri prej lojtarëve, numri i tij nuk shikohet nga ky moment, sa duket ka qenë numri 7 që ka goditur Dalanaj dhe dy luftim jashtëpër midis Gjobes dhe njërit për lojtarëve të Orikut dhe pikërisht është duhet Hila Ramili ka dërguar një top të gjatë për Gurbanov. Gjithë një kumër ka pasuar mjaft fuku, por topi është dhënë më shumë se sa duhet dhe ka përfunduar në duart e portierit të skuadrës Orikut. Është tani një aksion që të rriqet prapa. Ka shumë kthime topi dhe Rodriguez ka kthyer për portierin Bunkoev, i cili e ka dërguar më të djathtë. Rikthehet topi përsëri nga Gjina i për tek portieri Bunkoev. Portieri e ka goditur me tepër forcë. Është Nuet Sok me numrin 26, i cili ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar, por gjyqtari ka vazhduar lojën. Raboshta ka kërsuar brenda zonës, është aty Kruja. Gjithë një Kruja bën lëvizje mashtruese. Ramili, por ka ndërhyrë aty mbrojtësi i krahut majt të skuadrës Orikut dhe ka larguar topin në aksion një shpejt loja i me numër 10, por ka një ndërhyrje të gabuar dhe kartoni verdh për Ramilin në minutën e 44. Skuadra ndëshkohet Ramili me karton të verdh minutën e 44, pra kemi dhe një minutë lojë nga koha e rregullt. Topi është në zotrim nga portieri. Ka një dy luftim ajror aty midis Krujës, por topi është kthyer prapa në zotrim në kanë lojtarët e skuadrës. Është Marku, i cili mori një inkursion nga mbrojtja, por në mes në fushë është përplasur nga ndërhyrja, është ndaluar nga ndërhyrja
e njërit prej lojtarëve të skuadrës. Është një aksion i rrezikshëm i numrit 26, Nuet Sok. Shikojmë gjyqtarin e 4, Andi Koqin nga Durrësi, me tabelën elektronike, sa duket janë 3 minuta shtesë për vonesat e shkaktuara gjatë kësaj pjese, 3 minuta shtesë deri në përfundim të pjesës parë, e cila udhëhiqet nga skuadra e Beslidjes me rezultatin 1-0, me gol të shënuar nga Gurbanov në minutën e 20 të kësaj pjese. Është Marku e ka kthyer prapa për tek Temja, përsëri Marku. Mbrojtësi i krahut Majt Marku ka pasuar për tek Raboshta, i cili e ka humbur topin. Korrigjon gabimin e Raboshtës Marku dhe ka marrë topin, e ka pasuar, por është Gurbanov që aksion është futur në ndihmë të kolegëve të tij dhe ka marrë topin, ka pasuar për tek Raboshta. E nis kështu një aksion i skuadrës së Beslidjes. Akansase Hila, gjithë një Hila ka pasuar për tek Kruja, i zënë pozicion jashtë loje. Luan mjaft mirë skuadra e Orikut me pozicionin jashtë loje, kurth në cilin kanë rënë disa herë lojtarët e skuadrës Beslidjes dhe është disje pa tolerueshme, do të thoja, për lojtarë me eksperiencë si Kruja, që të bien pre e kësaj graske të skuadrës Orikut, por gjithsesi është pjesë e lojës edhe këto skema dhe numri 24 me topin zotrim Zholi, përsëri Zholi ka marrë topin, ka shmangur, është drejtuar Ramili, Raboshta ka pasuar për tek Hila, pastaj Gjobe e ka dërguar Majtas për njërin prej kolegëve të tij, pastaj topi është thyer mes fush për Hilën. Moment i vështirë, është Akansase, gjithë një Akansase me topin zotrim, ka dalë në pozicion gjujtje, ka gjujtur, por topi është përplasur tek njëri prej mbrojtësve, duke është Ramili, ka ndërhyrë, është ndërhyrje e gabuar e njërit prej lojtarëve të Orikut, e pikërisht është numri 26, Nuet Sok, i cili duhet thënë që është lojtar që krijon shumë probleme dhe luan mjaft ashpër, do të thoja, dhe shkakton shumë dëmtime gjatë ndërhyrjes me topin, pra luan me faulla, luan, do të thoja, ashpër. Por gjyqtari këtë radhë ka vënë re një ndërhyrje të tillë të tij dhe ka ndëshkuar me goditje dënimi, i cili është ekzekutuar me shpejtësi. Kruja kanë përfunduar 3 minutat shtesë, pra ka përfunduar dhe pjesa e parë këtu nga stadiumi Niko Dodana i qytetit të Durrësit, me fitoren e skuadrës minimale të skuadrës së Beslidjes me rezultatin 1-0. Një fitore arritur me gol në shënuar në minutën e 20 të kësaj pjese nga Gurbanov pas një aksioni model. Gjatë pjesës parë patëm dhe opinionet e kolegut dhe gazetarit, komentatorit sportiv të Radio Tiranës, Abdullah Dushku, i cili në komentin e tij solli dhe argumentoi faktin e sulmit mjaft të fuqishëm të skuadrës së Beslidjes dhe opinioni i tij dhe mendimi i tij është se kjo finale do t'i përkas skuadrës lezhjane, por gjithsesi është ende herët për të thënë gjëra të cilat kanë ende kohë për të thënë, por gjithsesi i themi ne fillimi mbar gjysma e punës dhe pjesa e parë ka përfunduar me rezultatin 1-0 për skuadrën e Beslidjes dhe tani për një pushim të shkurtër i takohemi në pjesën e dytë të kësaj ndeshje.